Si funksionon konkretisht procesi ndërtimit të procesit Green of Greens brenda MCC dhe pse dikush duhet ta bëjë këtë rrugëtim pikërisht me ju dhe jo në mënyrë individuale? Projekti Green of Greens brenda MCC nuk është një ide teorike, por është një rrugëtim i strukturuar prej 3 vitesh, që nga 2023 kur doli libri Parë Planifikon me Elitën, dhe fillon që nga puna brenda coaching me Elitën, që nga testimet e para që kur ne kuptojmë cilat janë talentet e njerëzve, të flas talenti i CEOs dhe talenti i njerëzve me cilët ai ndan drejtimin, dhe pastaj shkon deri në shfaqjen konkrete të vlerës së individit në treg. Arsyeja pse kjo duhet bërë me MCC dhe jo individualisht, pra pse duhet dikush të bëjë librin e tij me MCC dhe jo ta bëj vetë. Është shumë e thjeshtë, sepse ky është një proces reflektues, vetë reflektues. Realisht kushdo që fillon të bëj librin me ne është që do të ketë coaching sessions me mua në cilat bëhen shumë të qarta gjërat që do të arrijë njeriu në 10 vitet e ardhshme. Dhe një nga 10 gjërat atje është si të përdor librin. Por përveç që një proces i thjesht vetë reflektimi që se e bëjmë bashkë, është dhe një proces i provuar, i strukturuar dhe i shoqëruar. Në bashkëpunim me Agustelën dhe ekipin, e marrim të përgjegjësi, e përthithim historinë, e strukturojmë dhe e kthejmë në një produkt të qartë, qoftë libër, për qoftë prezantim publik, por kemi pas dhe raste kur kjo është përdorur për ecje në akademi. Është një skem, secili nga ne mund të shfaqë vlerën reale në treg, duke u bërë autor.